Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës të ul pakës që të shikon letrat ashtu të shenjës së demit, do thotë elementit tokë. Kjo është një hapje letrave Celtic Cross të dashur dhe ka se cila letër mban kohën e vet aktuale, e kaluar, e ardhmja, afër, të sfidat, të ndikimet, problemet, rezultati dhe kështu me radhë. Por duke i marrë letrat dhe duke ju shpjeguar. Situata aktuale është 9 të kupës. Demi gjendet në një fazë ku dëshirat e zemrës po marrin, apo dëshirat kanë filluar po marrin formë. Kjo është letra e plotësimit emocional, e asaj ndjesie ku diçka ke dashur prej kohësh fillon të bëhet realitet. Por nën të ujit të kujton, apo të kupës të kujton se lumturia e vërtet nuk vjen nga ajo që zotëron, por nga ajo që ndjen, të dashur Demi. Ti nuk mund të kesh arritur diçka, një stabilitet, një lidhje apo një moment të atje, kur mbrenda te ekziston ende një boshllëk i vogël që kërkon kuptim më të thellë. Mesazhi i kësaj letre të dashur Demër është mos u mjafto me ëmbëlsinë e momentit, kërko atë që të ushqen shpirtin, jo vetëm zemrën. Sfidat dhe pengesat është ylli. Ylli të fton të mos u mbasësh absolutisht shpresën, edhe pse ndoshta rruga që po ndjek duket e ngadalt. Kjo letër është dritë në fund të tunelit. Kujtesa se shërimi dhe realizimi nuk ndodhin për një herë. Mund të jesh duke dalë nga një periudhë zhgënimi, ndoshta pas një humbje apo një pritje të gjatë të dashur Demër. Universi të kërkon besim, edhe kur gjërat duken ngadalt apo nuk duken që po ecin ashtu siç duhet. Këshilla e kësaj letre është: shpresa nuk është pritje boshe, është energji që të mban gjallë derisa ajo dritë të vi. E kaluara që ndikon. Është mbreti i ajrit, një figurë autoriteti, një vendim racional, apo një periudhë ku ke qenë e ftohtë për të mbrojtur nga ndjenjat të kanë ndikuar fort. Ti ke mësuar të analizosh, të mendosh me kokë e jo me zemër, por tani kjo mënyrë të ka lodhur. Mësimi i kësaj letre është se urtësia e vërtet është balanca midis logjikës dhe ndjenjes, të dashur Demër. Mesazhi është: ndonjëherë zemra e di më shumë se arsyeja, sepse ajo ka jetuar çdo përvojë që ti përpiqesh ta kuptosh. E ardhmja jote e afërt. The Hermit, reflektimi, dituria, maturia, gjitha këto i pasqyron kjo letër. Një periudhë reflektimi dhe tërheqje të pret. The Hermit nuk është vetmi, është njohje. Do të ndihesh sikur bota kërkon shumë nga ty, por ti do të ndalosh për të dëgjuar shpirtin tënd dhe kjo kërkohet. Një pushim, një tërheqje. Kjo letër tregon se shumë prej përgjigjeve që kërkon jashtë i ke pasur gjithmonë brenda teje, Demër, por s'ke qenë gati ti dëgjosh. Këshilla e kësaj letre është: kur ndihesh i vetëm apo e vetëm, kujto se universi po hesh që të mund të dëgjoj zërin tënd. Vetëdia të dashur. Vetëdia është dy të ajrit. Ti e di që ke një vendim për të marrë, por po e shtyn, po e largon, më vonë, pastaj, nuk është koha, e kështu me radhë. Kjo letër tregon ngurrim, ndoshta mes dy rrugëve, dy njerëzve apo dy mënyrave të jetesës. Demi shpesh e ka të vështirë të ndryshojë, por kjo letër të thotë qartë se pa një vendim nuk ka liri, apo pa këtë vendim zor që mund të arrini aty ku dëshironi. Mesazhi i kësaj letre është: mos ki frikë të zgjedhësh, edhe nëse nuk e di sakt, veprimin do ta tregojë rrugën, mos u frikso. Nënvedia të dashur Demër është 5 të ujit, apo 5 të kupës. Në thellësi mbart
ende zhgënjime nga e kaluara. Kjo letër flet për humbje, për faj, apo për ndjesinë se mund të kishe bërë ndryshe. Por ajo të mëson diçka të madhe. Nuk mund të shërohesh nëse vazhdon të shikosh vetëm çfarë humbe, e jo çfarë të mbeti. Në thelb të dashur Demër, zemra jote ende e do dashurinë, por ajo ka nevojë të ndjehet e sigurt para se të hap veten sërish. Këshilla e kësaj letre është mos e ushqep lagën me kujtime. Uji i ri s'mund të hyjë në një enë që s'është boshatisur. Ndikimi yt personal është dielli të dashur. Kjo është një dritë e madhe që lind pas stukisë. Absolutisht je duke rilindur. Dielli flet për kthjellim, për qartësi, për një ndjenjë të re, vetëvlerësim që po ngrihet brenda teje. Të dashur Demër, pas një periudhe pasigurie ti po kupton vlerën tënde dhe kjo po fillon të reflektohet në gjithçka, në mënyrën si flet, si ecën, si zgjedh. Mesazhi i kësaj letre është mos lejo askënd të bëj të dyshosh në dritën tënde apo në veten tënde. Ti je vetë ngrohtësia që jep jetë gjithçkaje që prek, të dashur Demër. Ndikimi nga jashtëm apo ndikimi jashtëm është temperance. Jeta të rrethon me ngadalësi, me prova që të mësojnë ekuilibër dhe durim, të dashur. Gjithçka që do po ndodh, por jo në ritmin që ti do dëshiroje. Kjo letër të kujton se kur ndihesh në presion, mos vepro menjëherë. Merr frym sepse universi po përzihen elementet në mënyrën e vet. Këshilla e kësaj letre është: durimi s'është pritje pasive, absolutisht kur asnjëherë, por besim aktiv se çdo gjë po ndodh në kohën e duhur. Shpresa dhe frikrat, të dashur Demër. Ti dëshiron të ndjekësh pasionin, të ndërtosh diçka me kuptim, por ke frikë se mund të digjesh, mund të zgënjesh përsëri. Kjo letër është një kujtesë që fuqia dhe zemra janë bashkë, jo të ndara. Brenda teje është një zjarr që mezi pret të ndizet, një dashuri, një punë, një jetë apo çfarëdo që jeni duke kërkuar. Por duhet të drejtojë mençuria, jo impulsi. Mesazhi i kësaj letre është mos ki frikë nga intensiteti i shpirtit tënd, nga dëshira për të kërkuar, për të arritur. Ai zjarr është dhuratë, jo rrezik. Dhe rezultati është hëna, të dashur Demër. Kapitulli mbyllet me një dritë të butë, jo të plotë, sepse ende ka mister për të zbuluar, të dashur Demër. Hëna flet për iluzione, për ndjenjet që s'janë shprehur plotësisht akoma, për frikën nga e panjohura. Ti do ta ndjesh që diçka po vjen absolutisht, por nuk do ta shohësh qartë menjëherë. Prandaj folëm dhe për durimin. Besimi yt do të qëndrojë i fortë edhe një mjegull e pasigurive. Këshilla e kësaj letre të dashur është mos kërko përgjigjen e errësirë. Dritën do ta gjesh vetëm kur ndalosh së friksuari e errësirën. Të dashur Demër, leximi juaj flet pra që je në rrugën e shërimit të thellë nga ndjenja e mungesës apo çfarëdo që të ketë qenë, drejt ndjesisë së plotësisë apo një lloj përmbushje. Po lë pas humbje, zhgënjime dhe ftofsinë për të rilidhur me dritën tënde. Mos haro, Demi, çdo gjë që ndodh po të çon drejt një verzioni më të qetë, më të qartë dhe më të vërtetë, ashtu siç dëshiroje.